Ala, tani mirë? Mrapshtan. Pikë spari, faleminderit shumë që keni arë një numër ka që madhën ditën e librit, ama natën. Ditën e librit ama natën, Unë vjen mirë sot dhe pak që një sot me mu që të, që me fol pak për librin. Unë dhe t'i foli disa fjallë për librin, tani kena edhe disa fjallë më jap disa shkrimtarëve tonë dhe poetëve tonë. Libri lindi në vitin e parë me njëherë pas njeriut. Librin e parë e lexon njeriu, normal. Leximi i parë u bon kom, për arsye se nuk u kon halo karrika zbulume. Kur u zbulu karrika, ka gja puna ka dol, se mas për karrik bum shpulla shkelma telefone. Libri është tërësia unitare e ilustruar ose jo, e betuar në një titël në çfarëdo forme që ka për objekt materializmin e një produkti mendor, të një ose më shumë autorëve që betohet një herë ose herë pas here një vëllim ose shumë vëllime. Kur, që është në alu kërtëm dore në altë nëllës, kur civilizimet antike u kryuan shkrimin frytzuar të gjitha botat të cilat mund të shkruaj gur, argjel, floka të drurit apo metalike, alfabeti por e ka priordhën nga Egjipti, se dikush të peluk që nuk e ka. Nga vitin 1800, para erës sonë, dhe ma thonë, para kësoj erës që kënani, para erës sonë, dhe tekstet e shkruan nuk e kanë njërë rënditin e fjallëve, apo asë një formë të interpunkcionit, shkruaj nga e majta në të djatë, apo nga gjata në të majtë. Qa është të? Greket dhe Romakët do shkrimet atyre i shkruan në fletë nga papyrësin dë në shektën e parku dhe në dëllën në dritë, librat e para në kuptimin e sëtën të fjallës të ashtë kodekse, të librat të përbëra nga një pjesë të barabata nga pergamenat të palosa në mes dhe të lidha në lidhë të lkurës. Qashtë? Në shektën e 14, sa kanë tullë? Pergamena u zavenqua me letër e cila ishta shumë e lidhë dhe shumë e lidhë për të pradhuar. Në shektën e nështë të ne, lajmëron disa gazeta dhe si që librat elektronika dhe librat audiat e cilat mund të blene për me internetit kjo lloj shpëndorit është mirësia që edhe të përshpëtën në formë dhe libret si pas rregullave në të duhet të vjetë sërdo, ja, si handa alë. Falemderit shumë. Atër, kam kënaqësinë që para jush, edhe mas nesh, edhe onash, ta ftoj poetin, shkrimtarin, ai që ka fol shumë për librin, ai që ka fol për këta, kjo është libri dhe më thonë se ka po ditën e vetë kërë në Kosovë. E ftoj shkrimtarin dhe poetin i cili do ta merr fjallën Salihi. Ajde Salih. Ne fjalla për të, falemderit shumë. Falemderit, mas pari me mroma, ju përshëndes një audiencë kaq të madhe të mrekullueshme, besoj se gjithë po lexoni librin dhe po shfletoni librin këtu orë të vona të natës. Në ditët e librit. Libri. Librushi. Librushi. Kur jemi të libri, e nash një mënyrë s'muj me lën anash as lapsin. Sepse lapsi pa liber si shala pa bicikl. Ngule. Shal. Të momente e përshëndes edhe quren. Dhe quren? Sepse qura ka kontribu shumë në librin. Kur s'kem pas laps, ja këna nuk penden edhe e këna shkru. Po që ata qurës si ka me se të janë nuk të piskis qura. Ka kënë unë, a di unë e qura, kone urë qura, qurë që thëjnë urë. Ma qërë konë të dajtë, buf. Fjala liber rrjedh nga latinishtja e vjetër. Libro sos, që në shqip do me thonë. Nëse ti ka autobusi 5-ve, dirisht pritet 6-ve, se vjen. Ka zbuluar. Ate bujt e dojt. I pari që përdori termin, apo më mirë të themi nacionin liber është Lutfi Haziri. Në shekullin 14-15 para lindjes se Kristina Aguileres. Librat të nëherë jenë pas prapë. I kanë pas faqet e kuqe, si molla. Tash librat të mojnë djetë. I dojsha librat. Kele valë, e këmpona dy libra ngërmi trosha, nga ishin librat. Kurse tash, librat po janë zajfme, po janë të holla, karzohen, zarë të hongër që si aerokrema, majaneza që si sene. Libri është liber. Fletoria është fletore. Mësoni ose hani molla. Faleminderit, është kjo si e madhe.
Bravo shumë. Faleminderit shumë. Merr vesh apo Grina, protesta po moni për rrym që është po vjen shtajta? Ja, Bëll mirë valla, bëll mirë po moni. Bëll mirë, me të vërtetë apo merr vesh apo Grina shumë mirë, protestë me moj se hey, apo merr vesh apo Grina, rrim me tor ka shtrej faktura rrymës edhe verës, edhe sa s'po çojmë bra, di kur pareti se Ti. Dita e librit. Ta e librit, ta ong drejt që krysë qifti ju të ka shëtru libra. Jemi gash, jemi. Kutolla vjaja. Strikoni. A A ke lexu libra ti na? Fala po merr vesh apo Grina, dita ku na thoj? E librit. Ja dita lapsit. Ka libra. A ke lexu na e libra ti? Kom lexu një herë e patanis një lexoja një dy faqe, nisi më dhim pyç kënja apo merr vesh apo Grina, pe atë heshit më kur me libra smira pipilia. Me pipilia mratoj. Që keni na drejt të komuna të kretori. Hajt, hec. Po ti- E pas këllum, hec me la hesh atë. Po ti ngëm Mas ta prish ditën e librit. Që ditë er libri, dita ti e prish. apo merr vesh apo Grina, po çfarë të vin libra apo merr vesh? Pecia dol nëfsia librit tërt. Çfarë të vin më? Kush? Libri tërt. Papa. Libri të me thu Po tërt. veç ka me shku gjithmonë qashtu. O e vesh ta, Ja. libri të me thu tërt. Po ti apo merr vesh apo Ti pa me thu libri tërt. Ja, ti ka vet. Gëm. A në kjo që i tha libri tërt? Ashtë more mi thonë libri tërt? Hajde mi thonë libri të mërt, atë, ama tërt! A ti dani pipili apo merr vesh? Ashtë me për jashtë se kem të moj kalim. Ta dhoni pipili edhe më pipitin masanesa apo merr vesh. Hajde, apo ma, merr vesh. hajde pipili. Po ti, që nga që kua deputeti apo merr vesh apo Grina? Profesori. Profesori. Presia do një fja, a ka mundësi në Kosovë me hinë punë pa të njëfshëm ju, apo merr vesh apo Grina? As boks mundesh me hamër pa të njëfshëm. Dash mos lexo libra, apet fund vjen një me hinë punë apo merr vesh apo Grina, nuk s'ka. E për çfarë po tham? Presia do një fja libri kërk. Libri të me të kërk! A në do këtë avi që libra mi tha libri Ja, kërk? bëjtoni pipili. Pishta. A një ty që i tha libri kërk? A bëjtoni pipili ti apo merr. A pet mi thonë libri të mërt, ama kërk sa? Apo merr vesh apo pipilit Kosovës janë. Papa. A bëjtoni pipili. A për del, e mora pipilisën Kosovë na A, bëjtoni pipilina, po pipili, veç mi, hajt, del. Jo se ka me vozit, smoj. Hajt del, qashtë, hajt të kena të Bëjtoni punë. pipili apo merr vesh. Po më doket shumë të lidhën së të si ajë. Ja, po, Hajt për jashtë, hajt. Hajt të ngoj mendimin tanë tash për rinin e Atëra- ju për liber. Këtë në herë librin e këna posë shën gusht. E ta shën gusht e kena telefonin. Bele shën gusht e kena adapterin. Se telefonin e mush, ato, adapterin e mush telefonin, e na me telefonin të dike laka. Da me thonë, misat janë të bukur, po libra shumë të lexojnë. A që ashtë? Misa, lexojnë. 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 Këto lexojnë synajm. O, Këto Leutrem. sytë këshyri lexojnë synajm ta. Po, a? Qa që kemë vetë, Leutrem, qa që me sytë e misa misat janë si kompjuteri, këta edhe USB-n ta lexojnë. Kështo që lani që ka Shkoj. ta qifti rushtës. Libri ta është ushqim për trunin, ka një herë për luktin, lexoni sa ma shumë, unë doshim me konë sa ma ofër të njeriut me klasë, dhe me thonë të njeriut që është me peshë, dhe me thonë ata që nuk lexojnë, ata janë të informuar për jetën, dhe me thonë sa ma shumë e lexojnë, na është tanë puni me liber s'mon hen, ama kur t'hen ja konë në unën, Librin, si kur thamë në ati që e kopë shtë përdore, që është të do të në kopë librin me shku për qytet. Mos më qenë me sa t'ysh dëshem. Që është të kopë librin edhe hesh, ma mirë me hesh me librin se me frarë. Qashto, dhe me thonë, lexoni sa ma shumë libra, a mos lexoni edhe shumë se boni budall, ama tamam. Lexoni. Lexoni Shkojnë, libra, nuk e prisë u doshi shkojnë. mos më i autobusi. Këtë ta të më thonë. Hajde kaloj shumë i falë. Bravo, Leutrem. Hajde gjerë shumë.